تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, I zgjedhuri dhe I dashur I Tij dhe besniku për shpalljen e Tij. Ai e çoi në vend amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun ashtu si I takon atij derisa I erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij në përgjithësi. Fjala më e mirë është libri I Allahut. Rruga më e mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë shpikjet në fe. Secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim e ka fundin në zjarrin e xhehenemit. O robërt të Allahut, druhuni Allahut e lartësuar, zbatoni urdhrat e Tij dhe largohuni prej asaj që ju ka ndaluar. Me këtë e fitoni lumturinë e dunjas dhe ahiretit. Vëllezër besimtar, sahabët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam na I kanë sjellë shembujt më të mrekullueshëm në ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në sinqeritet, në adhurim dhe në pendim. Ata ishin njerëzit me zemrat më të përsosura, ishin njerëzit më të nënshtruar dhe të drejtuar ka Allahu dhe që më së shumti ktheheshin tek Ai. Nëse u ndodhte diçka prej mangësive, ata menjëherë e shëronin atë me tobe, pendim dhe kthim të vërtet dhe të sinqert. Kjo është rruga e njerëzve të mirë dhe veprimi I të devotshmëve. 3 prej sahabeve, radhiyallahu anhum, u ka ndodhur që kanë munguar në luftën e Tebukut me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa pasur ndonjë arsye. Dëgjoni këtë ndodhi dhe analizoni se çka ishte shkaku që I shpëtoi nga ky gabim dhe ngriti pozitën e tyre, saqë Allahu I lartësuar I përmend ata në librin e Tij madhështor. Këtë ndodhi e transmeton Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu për vete dhe për dy shokët e tij, Hilal ibn Umayya dhe Marara ibn Ar-Rabi' radhiyallahu anhum. Transmetojnë Buhariu, Muslimi, Ahmedi, Abu Davudi, Tirmidhiu dhe Ibn Hibani, me pak ndryshime mes tyre, se Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu ka thënë: nuk ka munguar nga asnjë luftë që ka luftuar I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam përveç luftës së Tebukut. Nuk ka marrë pjesë edhe në luftën e Bedrit. Mirpo, askush që nuk ka qenë në këtë luftë nuk është I qortuar, sepse I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam e synoi karavanin e Kurejshve, por Allahu I lartësuar bëri që të takohen me armiqt pa planifikim paraprak. Unë kam qenë I pranishëm tek I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam në natën e Aqabes, kur e bëm beslidhjen për Islam dhe nuk e kisha zavendësuar atë natë me luftën e Bedrit, megjithse Bedri përmendet më shumë te njerëzit se beslidhja e Aqabes.
Gjendja ime ishte atill që asnjëherë nuk kam qenë më i fuqishëm dhe më i pasur se sa kur mungova në luftën e Tebukut. Asnjëherë më parë nuk kam pasur 2 kafshë udhëtimi si kësaj here. Shikoni se si tregon me sinqeritet dhe e pranon realitetin, nga se është i bindur se Allahu është i gjithdijshëm për gjendjen e tij dhe e di se me çka e ka furnizuar. Këto ndodhi ua transmeton njerëzve që nuk kanë qenë të pranishëm në atë kohë dhe do të kishte mundur ta tregojnë ndodhin si do ai, por e tregon realitetin dhe nuk e justifikon veten me gënjeshtra. Vazhdon dhe thot: çdo herë kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përgatitej për një luftë, nuk tregonte saktësisht se në cilin drejtim do të shkojmë, por jepte shenja të përgjithshme që të kuptojmë drejtim tjetër. Derisa erdhi kjo luftë. Këtë luftë e luftoi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në vapën më të madhe të verës. U nis për udhtim të largët dhe ju drejtua një armiku që ishte me numër të madh. Prandaj u tregoi muslimanëve saktësisht se kë do ta luftonin, që të përgatiteshin për luftën e tyre dhe u përmendi vendin ku do të shkonin. Muslimanët në këtë kohë ishin të shumt me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, saqë nuk I nxinte një regjistër I vetëm. Prandaj, secili që dëshironte të mungojë nga kjo luftë, mendonte se nuk do të vërehet se mungon, përveç nëse I vjen shpallje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Allahu. Kur ndodhi kjo luftë, ishte periudhë pjekjes së frutave dhe kohë kur dëshirohej qëndrimi në hijen e pemëve. Filloi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me përgatitjet si dhe muslimanët me ta. Unë dilja në mëngjes që të përgatitem, mirë po kthehesha pa barazgja. Thosha në vete, kam mundësi dhe pasuri. Kështu e zvarrita fillimin e përgatitjes, derisa I pas njerëzit se filluan t'i kompletojnë përgatitjet me seriozitet. Erdhi dita kur I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u nis me muslimanët për luftë, kurse unë nuk kisha filluar të bëhem gati. Thash në vete, do të përgatitem për një 2 ditë dhe do t'i arri rrugës. Pasi dolen nga Medina, dilja në mëngjes që të përgatitem, por kur kthehesha nuk kisha kryer asgjë. Dilja ditën tjetër, por nuk kryeja asgjë. Udhëtimi I tyre vazhdoi dhe ju afruan vendit të betejës. Atëherë thash të nisem pa u përgatitur që t'i arri, sikur ta kisha bërë. Mirë po, nuk më ishte shkruar kjo. Kur dilja nëpër Medinë, pas daljes së të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, pikëllohesha shumë, sepse shihja vetëm njerëz që dihej se janë të thelluar në nifak, ose njerëz të arsyetuar për shkak të dobësisë ose invaliditetit. Rrugës nuk më kishte përmendur I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam derisa kishin arritur në Tebuk. Kur ishin ulur për pushim në Tebuk, kishte thënë: "Ma fa'ala Ka'b", si është puna e Ka'bit. Një njeri prej Benu Seleme I tha: "O I dërguari Allahut", u angazhua me rrobat e tij të reja dhe me shikim në kuajt e tij. Muadh ibn Jabal ju përgjigj: "Sa keq fole. Pasha Allahun, o I dërguari Allahut, për të dim vetëm hajër dhe mirësi." Atëherë I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk foli asgjë. Thot Ka'b ibn Malik: kur na arriti lajmi se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është nisur në kthim nga Tebuku, më kaploi brenga dhe mërzia. Fillova të mendoj për gënjeshtrën dhe thosha si të shpëtoj nga zemrimi I tij nesër. Kërkoja mendim nga secili mençur I familjes sime. Kur më erdhi lajmi se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është duke arritur në Medinë, mu hoqe kota nga mendja dhe u binda se nuk mund të shpëtoj në asnjë mënyrë. Prandaj vendosa ta them vetëm të vërtetën. Arriti I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë, hyri në xhami dhe fali 2 rekate. Këtë e bante kur kthehej nga udhëtimi. Pastaj u ul dhe filloi t'i pres njerëzit që vinin të arsyetohen për mos pjesëmarrje në luftë. Ata I tregonin arsyet dhe betoheshin, kurse I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bante istighfar për ta, u pranonte atë të dukshmen që e shfaqnin, kurse të fshehtën e tyre ja linte Allahu të lartësuar. Unë erdha duke ecur derisa ula para tij dhe ai më tha: "Pse nuk erdhe? A nuk patë bler mjet udhëtimi?" I thash: "O I dërguari Allahut, pasha Allahun, po t'isha ulur para dikujt tjetër prej njerëzve të dunjas, do të kisha gjetur arsyetim dhe do të kisha shpëtuar prej zemrimit të tij."
dhe Allahu më ka dhënë oratori. Mirë po, pasha Allahun, unë e di se në qoftë se të them ndonjë gënjeshtër me të cilën ti do të pajtohesh me mua, shumë shpejt Allahu do të bëj që të më zemrohesh. E nëse ta them të vërtetën, për të cilën do të më zemrohesh, shpresoj të kem përfundim të mirë tek Allahu. Pasha Allahun, nuk pata asnjë arsye. Asnjëherë nuk kam qenë më i fuqishëm dhe më i pasur se këtë herë kur nuk të bashkëngjita. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, ky e tha të vërtetën. Largohu derisa të gjykoj Allahu për ty. U ngrita dhe mu vërsulën disa burra nga Beni Saleme, duke më thënë, pasha Allahun, nuk dim që ke bërë ndonjë mëkat para këtij. A nuk mundet të arsyetohesh tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam siç u arsyetuan të tjerët? Do të mjaftonte për këtë mëkat që të kërkonte falje për ty i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vazhduan të më flasin dhe të më qortojnë, sa që mendova të kthehem dhe ta përgënjeshtroj veten. Pastaj u thash, a i ndodhi kjo dikujt tjetër pos meje? Than po, edhe dy të tjerë than njësoj si ti, dhe atyre ju tha njësoj si ty. Thash, cilët janë ata? Than, me raruar në luftë. Atëherë njerëzit në u larguan dhe ndryshuan sjelljen me ne, sa që u ndjeva i vetmuar në tokë dhe nuk e njihja tokën mbi të cilën ecja. Kështu mbetëm 50 ditë. Dy shokët e mi u dobësuan dhe u mbyllën në shtëpitë e tyre duke qarë, kurse unë isha më i riu dhe më i forti. Dilja në xhami, falesha me xhamatin e muslimanëve dhe ecja nëpër treg, mirë por nuk më fliste askush. Vija tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ishte ulur, i jepja selam dhe thosha me vete, a i lëvizi buzët për të më kthyer selamin ose jo. Pastaj falesha afër tij dhe e vidhja me shikim. Kur hyja në namaz, më shikonte, por kur kthehesha drejt tij, ma kthente shpinën. Kur u zgjata shpërsia e njerëzve ndaj meje, një ditë hyra në kopshtin e Ebu Qatades. Ai ishte djali i xhaxhait tim dhe njeriu më i dashur për mua. I dhash selam dhe pasha Allahun nuk ma ktheu selamin. I thash, o Ebu Qatade, të përbetoj për Allahun. A e di që unë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij? Ai heshti. E përbetova edhe një herë, por përsëri heshti. E përbetova edhe një herë dhe ai më tha, Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Atëherë filluan të më bien lotët dhe u largova nga kopshti i tij. Një ditë isha duke ecur nëpër tregun e Medines, kur dëgjova një nebatian nga Shami, i cili kishte sjell ushqime nga Shami për t'i shitur në Medinë, duke thënë, kush më tregon ku është Ka'b ibn Malik? Njerëzit i bën shenjë drejt meje. Ai mu afrua dhe më dha një letër nga mbreti i Gasanit, ku shkruante, jam i informuar se shoku yt të ka larguar. Mirë për ty, Allahu nuk të ka lënë të poshtruar e as të humbur. Hajde te ne dhe ne do të nderojmë. Kur e lexova këtë, thash, edhe një bela tjetër. Menjëherë ju drejtova një furrë dhe e hodha letrën në ta dhe e dogja. Pasi kaluan 40 ditë nga ato 50, më erdhi një i dërguar nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe më tha, i dërguari Allahut të urdhron të largohesh nga gruaja. Thash, ta divorcoj apo çka të veproj? Ai tha, jo, vetëm largohu dhe mos ju afro. Të njëjtën u tha edhe dy shokëve të mi. Atëherë i thash gruas sime, shko te familja jote dhe rri aty derisa të gjykojë Allahu për këtë çështje. Gruaja e Hilal ibn Umayjes shkoi tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o i dërguari Allahut, Hilal ibn Umayje është plak i lodhur dhe nuk ka kush ta shërbej. A urren nëse e shërbej unë? Ai tha, jo, mirë po mos të afrohet. Ajo tha, ai pasha Allahun nuk lëviz për asgjë. Vazhdon të qaj që nga dita që i ndodhi ajo që i ndodhi e deri më sot. Disa prej familjes sime më thanë, pse nuk i kërkon leje të dërguarit Allahut për gruan tënde, siç i dha leje gruas së Hilal ibn Umayjes që ta shërbej. Unë thash, pasha Allahun nuk i kërkoj leje, ku e di ç'do të më thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nëse i kërkoj leje. Pastaj unë jam i ri.
Pas kësaj, mbetëm kështu edhe 10 ditë dhe u plotësuan 50 që nga dita kur na u ndaluat na flasin njerëzit. Vëllezër të dashur, ky ishte dënimi i këtyre 3 sahabeve nga Allahu për këtë mëkat, që t'jetë pastrim për ta dhe provim e testim nga Allahu për ta. Kjo është gjendja e besimtarit sinqert dhe të penduar. Ata nuk e kthen asgjë nga pendimi i tij dhe kthimi tek Allahu. Ai e sheh mëkatin si një kodër të madhe mbi shpinën e tij. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falësi mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. E gjithë lavdia i takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij në përgjithësi. Mëtej ju porosis ju dhe vetën time për ruajtje dhe takwa ndaj Allahut, kush i ruhet Allahut, ata Allahu e ruan, e ndihmon dhe ai mjafton. O robërt Allahut, Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, pasi u mbushën 50 ditë që njerëzit e kishin bojkotuar, thot, sabahun e natës së 50 e fala në terracën e shtëpisë sime, dhe përderisa isha ulur në gjendjen që e ka përmendur Allahu për ne, që më ishte ngushtuar vetja ime dhe toka më duke e ngushtë krahas gjerësisë së saj, dëgjova një zë duke bërtitur me gjithë fuqinë mbi kodrën Sela, o Ka'b ibn Malik, për gëzime. Menjëherë rash në sejdë dhe kuptova se erdhi rrugdalja. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte lajmëruar njerëzit për pranimin e pendimit tim tek Allahu pasi e kishte falur namazin e sabahut. Atëherë njerëzit kishin vrapuar për të na dhënë myzden. Drejt 2 shokëve të mi kishin shkuar për gëzuesit dhe në drejtimin tim ishte nisur një njeri me kal dhe një njeri me vrap në këmbë. Mirë po më shpejt arriti zëri i atij nga kodra. Pastaj erdhi përgëzuesi me kal. Kur arriti dhe më dha myzden, e zhvesha robën që e kisha dhe ja vesha atij për këtë përgëzim. Pasha Allahun atë ditë nuk kisha tjetër. Pastaj mora hua një robë tjetër dhe u nisa për të takuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Rrugës më takonin njerëzit grupe dhe më përgëzonin që Allahu ma pranoj pendimin, duke më thënë urime për pendimin tënd të pranuar tek Allahu. Kur hyra në xhami, e pas të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ulur në xhami dhe rreth tij ishin disa njerëz. Talha ibn Ubaidillah u ngrit dhe duke vrapuar erdhi tek unë, ma dha dorën dhe më përgëzoi. Vetëm ai u ngrit prej muhaxhirëve. Dhe këtë Ka'bi nuk ja harroi asnjëherë Talhas. Kur i dha selam të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ati i shkëlqente fytyra nga gëzimi dhe më tha përgëzime për ditën më të mirë që e ke përjetuar që kur të ka lindur nëna. I thash, a prej teje o i dërguari Allahut apo nga Allahu? A i tha jo, por nga Allahu. Dhe kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gëzohej, fytyra i ndriçonte, sikur të ishte fytyra e tij një copë hënës, dhe ne e dinim këtë. Kur ula para tij thash, o i dërguari Allahut, pjesë e pendimit tim le të jetë që do të heq dorë nga gjithë pasuria ime dhe do të jap sadaka për Allahun dhe për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha, mbaj një pjesë të pasurisë se është më mirë për ty. I thash, do ta mbaj hisën time në Khajber. Pastaj thash, o i dërguari Allahut, Allahu më shpëtoi me sinqeritetin. Prandaj, prej te u besime është që gjithmonë do ta them vetëm të vërtetën sa të jem gjallë. Mëtej thot Ka'bi, pasha Allahun nuk di dikë prej muslimanëve që Allahu i ka dhuruar për sinqeritetin dhurat më të madhe se mua.
Asnjëherë nuk më ka shkuar ndërmend të gënjej që kur ja thash këto fjalë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam deri më sot, dhe shpresoj që Allahu të më ruaj deri në vdekje. Pastaj i përmendi ajetet që kanë zbritur me lajmërimin e pranimit të teubes së tyre. Ka thënë Allahu i lartësuar: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Padyshim, Allahu e pranoi pendimin e të dërguarit dhe muhaxhirëve dhe të ensarëve, të cilët shkuan pas atij në çastin e vështirësisë, pasi zemrat e disave prej tyre për një fije qenë afër shmangjes nga detyra. Pastaj Allahu pranoi pendimin e tyre, vërtet ai është i butë dhe i mëshirshëm me ta. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Ai u pranoi pendimin edhe atyre të treve që mbeten prapa atëherë kur toka sado e gjerë ju duk e ngushtë dhe ju shtrënguan shpirtrat, aq sa u bindën se nuk ka strehim tjetër përveç Allahut, e pastaj Allahu u dha mëshirë që të pendohen. Me të vërtetë Allahu pranon pendimin dhe është mëshirues. Dhe në fund këtyre ajeteve thot Allahu i lartësuar: Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O besimtar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqertë, që e flasin të vërtetën me fjalë dhe janë të sinqertë me vepra. Kjo është gjendja e besimtarëve të vërtetë në raport me mëkatet dhe gjunahet e tyre. Në këtë mënyrë ata e njohin rëndësinë e pendimit dhe kthimit tek Allahu i lartësuar. Allahu na bëft të bindur ndaj tij, të qëndrueshëm, të paluhatshëm dhe të sinqertë. Allahu na ruajt nga mashtrimi dhe gënjeshtra në çështje të mëdha, të vogla dhe të imta. Allahu është që e dëgjon lutjen dhe i përgjigjet asaj. O robërt Allahut, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu jep salavat pejgamberit dhe melekët luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر